Rikthehem në studio për pensione, do diskutojmë në këto. Me në të bëjnë në fakt një analizë të shkurtër në lidhje me këtë skem, a është e drejt, le themi sa e drejt është, dhe sa para mund të harxohen nga i fondi që dha qeveria eksaktësisht vetëm për këtë shpërndarje të bonusit që vetë dëshiron ta quajë kompensim, dhe me njëherë do të keni mundësi që të bëni pjesë me pyetje dhe paqartësi që keni nëpërmjet bisedave në studio. Më është bashkuar, si që kam thënë që në hyrjet programit, zoti Kujtim Hoxha, ekspert për pensionit. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni sërish në Report Televizion. Kënaqësi si gjithmonë. Ne po diskutonim në fakt edhe në hapësirën e publicitetit për atë reklamave. U bë një xhiro e parë, po e them në këtë mënyrë, pra muaj janar, zoti Hoxha, nga ky kompensim. Së pari, qeveria e cilëson kompensim, por ata që ndoshta kuptojnë diçka thonë nga çfarë na kompenson. Apo duhet ta themi bonus dhe shpërndarje e bonusit. Dhe dyta, a është e drejtë kjo skem? Çfarë nxori ky muaj i parë në lidhje me këtë skem që përdori qeveria për të ndarë ato para për pensionistët? Në lidhje me shprehjen që përdoren rëndon tash të gjithë, një pjesë e përdorin si rritje të pensionit, një pjesë të qytetarëve apo edhe të ekspertët e quajnë kompensim. Se kështu është në VKM në fakt, por unë për shembull futem në ata që kjo është një bonus i shkallëzuar, sepse kështu është në vërtet. E para e punës, sepse kjo nuk është pjesë e fondeve të sigurimeve shoqërore, është pjesë e buxhetit. Buxhetit shtetit. Dhe me një rregull të caktuar, ja jep. Nëse ka bonuse që mund të përsëritet edhe si vjetë, nga fundi vitit, nga mezi, si të mendojnë ata që e kanë për detyrë dhe për kompetencë për shpërndarjen e të ardhurës, ata mund ta përdorin edhe më vonë, edhe më shpejt. Kjo nuk është shumë e rëndësishme për qytetarën. E rëndësishme është fakti që përdorimi i terminologjisë kompensim është i gabuar. Qoftë edhe shkruar siç është, sepse unë pa edhe fjalorin për të shikuar dhe ku është me drejt kjo. Dhe kompensim, me kë do ta kompensoj? Me çfarë më kompensoj? Me kë do ta mat? Është një lloj që themi ne, kjo është 500 mg. Pra është matur me kam njësinë matës. Me se do ta mat? Që i thoni bonus i përshkallëzuar, quhet eksaktësisht për shkallëzuar. Unë kështu e gjithë terminologjinë. Çfarë nëzori ky muaj i parë? Kjo muaj i parë nëzori në pak të gjithë ato të metat, sepse kështu jemi mësuar. Ne mësojmë edhe të shikojmë atë gjën negative. Gjën që nuk shkon, së pozitive. Sepse kjo njerë tregovi që pjesa më e madhe e qytetarëve mbetën të zhgënjyer nga kjo. Domethënë pritin gjë tjetër, aq më tepër që kjo është thënë nga fjala e kryeministrit në fillim të nëntorit, dhe nuk është zënë në gojë asnjëherë kjo kufizimet për të gjitha këto nivelet e grupimeve shoqërore. Pra, në një ditë caktuar pasaj, në datën 30 dhjetor, doli e famshme që kjo pas ka edhe ato kufizimet. Pra, me këta përjashton një pjesë jo të vogël të shoqërisë. Pak a shumë, sa ka në 1% sa mund të jenë përjashtuar ose në një përjashtimi? Unë i shikoj sipas grupeve të përcaktuara, i kam edhe analitikisht, se sa përfitojnë qytetar pa emra, e kuptohet janë me numra, sa përfitojnë deri në $100. Janë 120.000 qytetarë. Janë 521.000 qytetarë që marrin pension në €190. Që këta nëse janë të kjo kategoria me tavan 180, tek dy kategoritë të tilla nuk përfitojnë, nuk kanë përfituar. Nuk kanë përfituar. Që është shumë e madhe. Po kështu mbetet edhe pjesa tjetër që është mbi 40.000 lekë. Që edhe ata nuk përfitojnë. Një pjesë shumë të rëndësishme. Këtu duhet të kemi kujdes, sidomos ne që dalim në televizor dhe japim argumenta, sepse në pikën 6 të vendimit të Këshillit të Ministrave është përcaktuar se cilat do të quhen të ardhura dhe vetëm me pensionin e pleqërisë ose pensionin suplementar, bashkimit të tyre nuk është i mjaftueshëm se ka grupe të gjera të shoqërisë që marrin edhe bonuset të tjera të formave të ndryshme, janë 74 lloj përfitimi.